إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، vëllezër musliman, Islami, dini Allahu tebareke ve teala, i zbritur për të gjithë, i zbritur për të gjithë njerëzimin, për të partë dhe të mramtë, për të rinjët dhe të vjetrit, për të gjitha kohrat dhe të gjitha gjeneratat. Mirë po gjenerata prej gjenerate ka dallim të madh në kuptimin dhe zbatimin e dinit e Allahut Azza wa Jall në jetën e tyre të përditshme. Nëse ndalim dhe bëjmë një krahazim të shpejt mes rinisë sahabëve të asaj gjenerate të parë dhe rinisë të sotshme të gjeneratës tonë, po them rinisë sepse rinia është boshti kryesor prej të cilit varet rregullimi i shoqërisë apo degenerimi dhe shkatrimi po i asaj shoqërie. Është pesha më e rëndë dhe bara më e rëndë në shoqëri. Pra vëllezër musliman, nëse tentojmë dhe dojmë ta bëjmë një krahazim shumë të thjeshtë mes rinisë sahabëve dhe rinisë tonë, me të cilën jem duke jetuar me ta dhe duke ballafaquar me ta, gjejmë një krahazim dhe një dallim shumë të madh mes tyre, dallim i madh dhe largim i madh, muaq edhe sa largimi dhe distanca e tyre nga ana historike. I gjejmë sahabët e pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam, të cilët jo vetëm prej mëkateve të mëdha, por janë munduar në maksimum të largohen edhe prej mëkateve të vogla, edhe prej gjunaheve të vogla, dhe të nimrojnë gjunahet e vogla si gjunahe dhe mëkate shkatërruese, në të cilat nëse vazhdojnë to, kanë frikë se do të jenë sebeb edhe shkak që ata të shkatërrohen. Sepse vëllezër musliman, në Islam është e qartë se mëkatet e vogla që kanë thënë ulemaja, nëse shpeshtohen dhe muslimani nuk pendohet prej tyre, aty shndrohen në të mëdha. Thot Enesi radiallahu anhu, i thot shokëve tyve tashmë, thot innakum leta'ameluna amalan hiya daqqu fi a'yunikum min ash-shari in kunna lana'udduha min al-mubiqati ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Thot o ju njerëz, ju po bëni punë dhe vepra të cilat po i numëroni më të vogla se sa qimja e flokut, ndërsa ne i kemi numëruar ato në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam prej gjunaheve dhe veprave shkatërruese. Ndërsa rinia jon jo vetëm se veprojnë mëkate të mëdha, e për mëkate të vogla nuk diskutojmë fare,
Pra jo vetëm se veprojnë mëkate të mëdha, por mburren dhe krenohen me ato mëkate të cilat i bëjnë. Sa prej të rive dhe të rejave ton i gjejmë të zhytur thellë në pija alkoholike, sa prej tyre i gjejmë në amoralitet në zina, sa prej tyre i gjejmë në për harame dhe harame të tjera, me të cilat mburren dhe krenohen se janë në për ato harame, në ato mëkate. La ilaha illallah, sahabët vllazën musliman, mëkate të mëdha nuk vjen shprehje me i ba, ndërsa të voglat munohen me jashtësu, prej frikës se ato po i shkatrojnë, ndërsa vëllezërit ton dhe motrat tona, rinia jon, janë të zhytur në mëkate të mëdha dhe i numrojnë ato mëkate krejt të vogla dhe nuk din fare se çfarë dallimi ekziston mes mëkateve të mëdha dhe të vogla. Pra krejt të gjitha janë të njëjta për to, si të mëdhat dhe si të vogla. Rinia e sahabëve mëkatet edhe kur i kanë bërë vllazër, i kanë bërë msheftazi, sepse është normale që njeriu të gaboj, por gabimin dhe mëkatin ta bëjë msheftazi, sepse e kanë pas parasysh hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot: kullu ummeti muafen illa lë mujahirin, krejt ymeti im ka mundësi dhe vjen në shprehje një falë mëkatet nesër në ditën e gjykimit, përpas atyre të cilët i bëjnë mëkatet haptazi. Ndërsa rinia jon jo vetëm se i bëjnë mëkatet, por i bëjnë mëkatet haptazi dhe krenohen dhe mburren njëri para tjetrit për mëkatet të cilat i kanë bërë. Pra dallimi madh mes mëkateve të sahabëve dhe mëkateve të rinis tonë. Rinia e sahabëve e kanë kuptuar qëllimin dhe esencën dhe arsyen pse janë krijuar. Janë krijuar të adhurojnë Allahun Azza wa Jall, janë krijuar të punojnë për ahiret, të punojnë për xhenet, të punojnë për botën tjetër. Ndërsa rinia jon mjerisht kanë harruar pse janë krijuar, thua se janë krijuar për të shfryrë epshat e veta, janë krijuar për këtë botë, janë krijuar për me hangër dhe me pi dhe mu knaqë dhe kaqmë dhe nuk ka asgjë tjetër jashtë saj. Rinia e sahabëve kanë bërë gara se kush po shkon një pari në xhami, kush po shkon një pari në shtëpia të Allahut Azza wa Jall. Ndërsa rinia jon bëjnë gara se kush po shkon një pari në diskoteka dhe shtëpia tjera të shejtanit të mallkum. Rinia e sahabëve xhamit kanë qenë të mbushura me ta, ndërsa me rini ton diskotekat janë të mbushura me ta. Rinia tyre kanë kaluar kohën në për tubime dhe mezhlise shkencore dhe dije, ku ka pas hajr, ndërsa rinia jon mjerisht e kalojnë kohën në për fushat të futbollit, në për fushat të basketbollit, në për tubime të ndryshme ku e kalojnë kohën në për klubet të natës dhe gjëra tjera, mos t'i përmenim ato. Rinia e sahabëve vllazën musliman mendi kanë pasë në kokë, ndërsa rinia jon meti kanë në këmbë dhe në duar. Të rinjet e tyre janë mburrur me historinë e burrave të mëdhej që i kanë njoftur dhe kanë mësu, me historinë të dashurve të Allahut, të pejgamberëve dhe vlijave të Allahut, ndërsa rinia jon krenohet edhe mburret me historinë dhe biografin e yjve të muzikës dhe yjve të ndryshëm të kinematografisë. Të rinjet tanë janë të përgatitur, të rinjet e sahabëve kanë qenë të përgatitur për të formuar shtet islam, janë trajnuar për të formuar dhe për të bartat përgjegjësi pasi ta formojnë shtetin islam, dhe historia e tregon atë.
Usamën të birin e Zejdit, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam në moshën 18 vjeçare e ka bërë komandant të një ekspedite ushtarake të cilin e ka dërguar të romakët, të ajo perandori e cila ka qenë e pamposhtur në atë kohë, e ka dërguar atë ekspedit në krye të ati fëmiu për të i treguar Bizantinve, për të i treguar qëfarve dhe të tjerve se në umetin ton rinia ka peshë të madhe, ka barë të madhe, ka përgjegjësi të madhe dhe është e gatshme për të barë atë përgjegjësi. Sa që një numër i sahabëve janë çuditur pse pejgamberi alayhi salam ja ka dhënë flamurin mua ati sahabiu, dhe pas vdekjes pejgamberit alayhi salam ku ai ekspedit nuk arriti me vazhduar rrugën sepse pejgamberi u smua rëndë, mu ajo kur filloi ta marr rrugën dhe u ndalen pasi që pejgamberit ju keqsua gjendja, dhe pas vdekjes së pejgamberit alayhi salam Ebu Bekri hapën e parë çka e bëri, i tha Usamës: Usame, vazhdo rrugën tënde me këtu shtri. Disa sahabi thanë: ja Abu Bekër, Usame është i vogël, është fëmijë, mos e lënë këtë pozit, jepja dikujt tjetër. Ebu Bekri tha: wallahi, një nuk ka punë që ka bë pejgamberi e unë nuk e bëj. Pra kuptoj mirë se të rritën e Islam kanë barë të madhe, po vllazën musliman kanë përgjegjësi të madhe dhe janë të gatshëm të bëjnë ato emanete, ndërsa rini ton mjerish dhe fatkeqësisht jo vetëm në moshën 18 vjeçare, por edhe në moshën 40 vjeçare nuk janë në gjendje të mbajnë shtet, nuk janë në gjendje të udhëheqin shtet, sepse nuk janë pregaditur dhe nuk janë kalitur, nuk e kanë kaluar kohën në trajnim, por e kanë kaluar kohën në trajnim për medal, në për festivale, në trajnim në për mbrëmje të maturës, në trajnim në për ekskursione dhe vende të ndryshme. Janë trajnuar për ata dhe për ato ja kanë hakun dhe i gjon të parët na për këto vende ku janë të bime, ku Allahu Azza wa Jalla urrin dhe nuk trajnohen dhe nuk ushtrohen për të mbajtur shtet, për të udhëhequr shtet, për të bartur nesër përgjegjësi, nëse pranon shoqëria dhe jap një përgjegjësi të tillë atyre. Po vllazën musliman, dallimi i madh mes atyre burrave asaj rinie dhe mes rinisë tonë. E njëjta fe, i njëjti islam, por njerëzit të tjerë, ata kanë shkuar dhe ne tash jemi, qysh kanë qenë qashtu i kanë pas edhe punt, dhe qysh jemi ne sot qashtu edhe kemi punt, qysh ka qenë rinia e tyre, mu ashtu ka qenë edhe gjendja e tyre, ku kanë qenë të zotët dynjas, ku krejt bota ja ka pas lakmin, dhe qysh janë të rritë tanë sot, mu ashtu edhe kemi gjendjen ku krejt dynjaja me rrirë në këtë ne për së keqi. Vllazën musliman, e kemi për obligim nga ana Allahut Azza wa Jall, nga dini Islam, që të kontribojmë dhe të japëm hak dhe mund të derdhim njerëz të gjithë që ta rregullojmë këtë shoqëri, ta vetgjysojmë këtë rini, ta kupton kjo rini qëllimin e krijimit, pse ka ardhur në këtë dynja, ta kuptoj se kjo rini do t'i kaloj dhe nesër do t'i pendohet për vepra që i ka ba, për kohën që i ka kaluar këtë, për sjelljet që i ka pas arrogante, e degeneruse, e shkatruse, do të pendohet për të gjitha ato. Nëse nuk pendohet nesër në këtë dynja, do të pendohet nesër në ahiret. Rinia është ardhmëria e këtij populli dhe çdo populli. Nëse ne nuk e marrim me seriozitet rregullimin e kësaj shoqërie, pra rinisë tonë, atëherë neve na pret një ardhmje e keqe, wallahi, na pret një ardhmje jo e mirë, jo e ambëllë, por e idh, vash Zoti Gjallëshanuhu, ai me madhninë e vet, me urtësinë e vet, me mëshirën e vet, me i drejtua këta të rriton dhe këtu të reja tona, me kthyen rrugën Allahut Azza wa Jall, me kuptua realitetin vllazën musliman, se shteti nuk formohet me disqe, shteti nuk formohet edhe nuk mbahet me klube të natës, shteti nuk formohet edhe nuk mbahet me mbrëmje të maturës, shteti nuk formohet edhe nuk mbahet me ekskursione, nuk mbahet me festivale të muzikës, nuk mbahet me kinematografi,
nuk mbahet wallahi. Ato janë shtresat më të ulta në shoqërinë ku të intelektualt e sundojnë, në shoqëri ku meti kanë në kokë, ndërsa në shoqërinë ku jemi ne sot, ku lavdrohen ata njerëz, ata mburren, ata përmenden, kur përmenden ata, kur dikush i njeh ata, mburret dhe krenohet, wallahi, janë shoqëria më e ulët, janë shoqëria më degeneruese, janë virusi kësaj shoqërie, mjerët ata të mjerët për shpirtin e vet, të cilët hecin dhe punojnë me i përhap ato dukuri negative, me na prish neve këtë shoqëri, por neve që na ka dhëzu Allahu, neve që na ka drejtu Allahu, na mbetet obligim i madh, mi kap këta të ri dhe këtu të reja për dore, mi avqel syt me gisht, sepse dikujna nuk i qele syt, vetëm me gisht, mi a të regua hakun, mi a të regua realitetin, s'faku vlazën musliman, dhe si fundi me hjek për gjëgjësin, prej qafës ton, prej barës ton, këtë barë me hjek prej vetë vetës ton, prej supave tona, nesër kur dalim për Allahut azza wa jall, qka i thojmë Allahut, qa kem kontribu për këtë rini, qa kem kontribu për këtë rini vlazën musliman, Allahu na parasit në Kur'an, ta ruajmë vetë vetën ton për zjarët e gjehnemit, pra ti ruajmë edhe fëmi ton, ta ruajmë familjen ton, e familja jon, janë rinia jon. Estagfirullahe li wa lakum, wa lisairil mu'minina min kulli dhambin, fastagfiruhu, innehu huwal ghafurur rahim.